Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Fush Krujvor në Fush Prez pak para mesnatës. Mësohet se një automjet është përplasur me një betoniere dhe si pasojë kanë humbur jetën 4 persona. Si pasojë e përplasjes së fortë, makina ka shpërthyer në flak dhe 4 personat janë djegur brenda. Raportohet se ngjarja ka ndodhur pak para mesnatës, ndërsa 4 viktimat janë të rinj. Benci ku udhtonin 4 të rinjt ka goditur nga pas betonieren, e cila ka qenë e parkuar. Sipas policisë, automjeti drejtohej nga shtetasi Eneidi Laçi, 25 vjeç, dhe është përplasur me automjetin betoniere të drejtuar nga shtetasi Aleksandër Krashi, 24 vjeç, i cili pas aksidentit ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë e përplasjes dhe flakëve, ka ndërruar jetë drejtuesi i automjetit Eneidi Laçi, 25 vjeç, dhe 3 pasagjerët në mjetin e tij Erildi Laçi, 20 vjeç, Enriqueit Kurti, 24 vjeç, dhe Andi Laçi, 22 vjeç. Policia ka arrestuar 24 vjeçarin Aleksandër Krashi, shoferi i betonieres, i cili u largua nga vendi i ngjarjes. Në vendin e ngjarjes kanë pritur edhe zjarfikës nga kamza, por nuk është shmangur dot ngjarja fatale.